Kemi pikërisht ky unë në fakt nuk mbaj mend, nuk e di, ju kujtohet, a e kemi a e kemi predikuar ndonjëherë nga ky kapitull apo jo, po me thënë drejtën nuk mbaj mend. Te ky kapitull pra 13 dhe edhe 14 neve shikojmë që Kalebi, që ishte biri Jefulehut, për fisin e Judës, e ndoqi Zotin plotësisht. Pra, çfarë ndodhi? Ose se neve shikojmë te kapitulli 14 në fakt, neve do të shikojmë edhe pasojat e bindjes edhe mosbindjes ndaj urdhrit të Perëndisë. E të paturit besim tek Perëndia edhe mos paturit besim. Do të shikojmë se çfarë do të thotë ti të bazohesh në forcat e tua për të arritur diçka, edhe çfarë do të thotë të bazohesh tek forca e Zotit për të arritur diçka. Në kapitullin 13 mësojmë, kjo ishte historia, kjo është ajo, unë do mundohem që ta përmbledh. Perëndia i thot Mojsiut të caktosh 12 burra nga 12 fiset për të shkuar dhe për të spionuar në tokën e Kananit, pra për të parë. Edhe në vargu 18 dhe 19 na thot për të parë si është vendi, në qoftë se populli që banon aty është i fortë, i dobët, i pak në numër, i shumë, si është vendi ku banon, i mirë apo i keq, janë qytetarë të cilët jetojnë, a kanë kampe ose vende të fortifikuara, pra të gjëra, anët e forta dhe anët të dobëta të këtij vendi. A është toka pjellore, a nuk është toka pjellore? Pikërisht në këto momente çfarë bëri Mojsiu? Mojsiu zgjodhi 12 burra që ishin krerët e fisëve. Pra ishin, nuk e di, të paktën çfarë neve kemi parë edhe nga historitë që kemi mësuar, që njerëzit ose bijtë e mbretërve që merrshin statusin princ, ata trajnoheshin në mënyrë të veçantë, edhe shkolloheshin në mënyrë të veçantë. Pra mësonin rregullat e luftës, mësonin si dhe ushtrime fizike që ata stërviteshin, ishin të fortë, pra ishin njerëz që diçka tjetër çfarë ata banin, jo vetëm që mësonin këto artet luftarake, le të themi, por mësonin gjithashtu të ishin drejtues dhe motivues. Pra shumë e rëndësishme edhe motivimi i tufës ose i njerëzve që ty të ndjekin. Sepse nëse ti nuk i motivon ata, nëse ti nuk i jep guxim atyre, ata nuk do të ashtu. Drejtuesi pra duhet të jetë dikush që shikon me vizion përtej tunelit, pra shikon dritën në fund të tunelit, themi. Dhe këta ishin njerëz, presupozohet pra se ishin njerëz të tillë, vargu 3 që thash pak më përpara. Të gjithë këta ishin krerë të bijve të Izraelit, pra ishin drejtues, ishin të trajnuar për të përballur me luftë. Pra çfarë ndodhi? Udhëtimi i tyre, ndërsa u nisën dhe Mojsiu i udhëzoi ata nga të kaloni, ata u nisën dhe udhëtimi i tyre zgjati 40 ditë. E vajtje dhe ardhje, se kështu thuhet këtu, domethënë. Mund të ketë ose sepse ata llogaritën edhe ditët që ndetën atje, e dini vetë. Teksti thotë tek vargu 21, vargu 20 do të kishte filluar të piqej rrushi. Dhe çfarë ndodhi? Aty ata aq rrushi madh ishte, aq veringë të mëdha ishin, sa të thuhet që ata kutën një vilë rrushi, një veringë, siç e thënë. Veringë i thonë apo jo? Verigë. Pra, verigë rrushi, po që ishte aq shumë e madhe. Sa u duhet se dy burra që ta mbanin, që marrin si ti të shkopi, se po të marrësh nuk lejohet këtu të marrë të bësh demonstrime të rrezikshme. Imagjinoni se ky është ai shkopi,
e mbanin kështu në shpatra dhe vetinë me duke të kishin varur në mes, që dy vetë. Imagjinoni sa e rëndë do t'ishte. Ishte tokë me bollëk, pra, prodhim shumë i madh. Por ata pan diçka tjetër që edhe ne do ta shikojmë sot. Dhe pyetja është, çfarë shikoni ju kur përballeni me një situatë të re? Çfarë shikon ti kur ti përballesh me një situatë të re? Ku do t'jon? Kudo që t'jesh, ti shikon, shkon në një qytet të ri, çfarë shikon ti? Zakonisht ti do përpiqesh të shikosh domethënë vendin që ti do të shkosh ose ti vendi ku po qëndron, të mundohesh që të mbash mend rrugët, dhe ti për shembull në një qytet zakonisht ku qëndron me një hotel, ti largohesh aq larg sa ti mund të mbash mend që të kthehesh përsëri në vendin ku ke siç më përpara thoshin ku ke ngritur kampin. Pra ku ti ke ngritur kampin tan, ku ti je me çadër aty, pra je në hotelin tënd. E njëjta gjë, pra këta po shikonin, e vështruan të gjitha, le të themi këto urdhërimet që atyre u ishin dhënë, pikat e forta, pikat e dobta, njerëzit si silleshin ata me njëri tjetrin e kështu me radhë. Erdhi koha që ata u kthyhen tek vargu 25 dhe ata raportuan. Vargu 27 që fillon, ne arritëm në vendin ku na dërgove aty, rrjedh me të vërtet qumësh dhe mjalt. Pra ishte vendi bollak, me prodhime, sepse ishte shumë e rëndësishme si thuash fermerit, me produktet lektorale dhe me produktet e mbjelljes. Pra, ne arritëm në vendin ku na dërgove dhe me të vërtet aty rrjedh qumësht edhe mjalt. Dhe këto janë pemët e tij. Morën prodhime, morën sheg, morën fiq, morën rrush, pra këto ishin gjëra ditore që ata përdonin dhe ishte shumë e rëndësishme. Vargu 28, porta hasën në pengesë. Por populli që banon në këtë vend është i fortë, qytetet janë të fortifikuara dhe shumë të mëdha. Dhe aty pam edhe pasardhësit e Anakut. Më vonë tek vargu 32-33 ne mësojmë kush janë pasardhësit e Anakut, ishin njerëz me shtat lart, ata i përshkruanin si gjigant. Edhe në momentin kur shikon këto lloj pengesash, shkove në një qytet të shumë i bukur. Edhe ti vendos të jetosh aty vetë. Pra, në momentin që ti e konsideron, e merr në konsiderat për të qëndruar aty, ti në ato dhe fillon të shikosh kush janë pengesat. Për shembull, kur nëse do të shkonim neve në Tiranë, le të themi, ne do të themi gjëja e parë që do të themi neve, çfarë do të themi? Është e shtrenjtë. Është shumë zhurmë, ka shumë njerëz. Nuk gjen dot shtëpi. E po ta gjesh do të gjesh shumë shtrenjtë, punë do të gjesh një punë të mirë. Pra, në momentin e parë neve po listojmë të gjitha gjërat negative për mos shkuar tek ai. E njëjta gjë edhe me këta. Por kujtoni diçka të rëndësishme që është me të vërtet për të mbajtur mend, kush ja kërkoi këtyre burrave që të shkonin në këtë mision. Ja kërkoi Perëndia. Dhe Perëndia i tha, më sill pra zgjidh dhe dërgoi. Shkoj vargu 2 edhe vargu 2 që është shumë i rëndësishëm për pjesën, për këtë pjesë, për urdhrin që ka dhënë Perëndia. Dërgoi njerëz të kthyenin në vendin e Kananit që unë po u jap bive. Tani është në mendjen e Zotit, ky fakt ishte i kryer. Zoti nuk po thot do të jap, po thot po u jap, sepse ata po afroheshin në udhëtimin atyre që nga Egjipti, ata ishin pikërisht afër vendit të Kanaan. Në mendjen e Zotit kjo gjë tash nuk kishte ndodhur, pra në fjalën e Zotit. Dhe mjaftonte që ata njerëz ta dëshironin këtë vend me të vërtetë. Imagjinoni çfarë po shikojnë ata. Ata po shikonin pengesë. Ju kujtohet
historia me Davidin dhe Goliatin, me atë gigantin e madh, e gjithë ushtria e Saulit, pra ishin në kamp, edhe ndërsa po luftonin me palën kundërshtare, ata kishin vetëm një burr, pra që ishte gjigant, që supozove se ishte 2 metra, ca 2,70, 2,80, thonë legjendat. Çfarë shikonin ata? E gjithë ushtria e Saulit mendonin që ishte një pengesë shumë e madhe dhe thjesht ishin në kamp dhe nuk u ambanin që të dilnin në fushë betejë. Në momentin që shkoi Davidi atje, çfarë ndodhi? Davidi tha, kush është ky, tha, që ofendon Perëndin tim. Edhe në atë moment bëri atë gurin me spangon dhe vërviti turinjve. Edhe Goliathi ra përmbi. E njëjta gjë është dhe këtu. Pra, neve do e shikojmë pak më vonë atë tek e para Samuelit dhe dyta Samuelit, historinë e Davidit. Por këtu po shikojmë pikërisht për këtë. Edhe njerëzit pra po merrshin udhëzime se si të shkonin në tokën e premtuar. Vini re, edhe Hoshuas ja ndryshuan emrin, Mojsiu ja ndryshoi Joshua, që do të thotë biri i premtuar nga Perëndia, që më vonë neve mësojmë që Joshua është emri në hebraisht për Jezusin. Pra, edhe ishin vetëm këta 2 njerëz, Kalebi dhe Jozueu, që shkuan dhe mbajtën qëndrimin që ne duhet të shkojmë. Ata kishin besimin e plot 100% që duhet, sepse me siguri tha do ta marrim, tha, sepse Perëndia na ka dhënë. Dhe vargu 14 që neve kemi këtu. Por shërbëtori tim Kaleb, duke qenë se veproi shtyrë nga një frymë tjetër, e më ka ndjekur plotësisht, unë do ta fus në vendin ku ka shkuar, dhe pasardhësit e tij do ta veprojnë të vënë. Shikojmë kapitullin 14, se çfarë ndodhi është pikërisht pasoja e mos respektimit të fjalës së Perëndisë. Aq shumë të tromaksur u trembën këta, e kuptoni se e përmenda pak më parë që shumë e rëndësishme drejtuesi, të jetë luftarake, të jetë motivues edhe në momente të vështira, të shikoj vizion në fund të tunelit. Edhe gjithë bitej Izraelit, kalojmë te kapitulli 14 tani. Murmurisin kundër Mojsiut dhe kundër Aronit, dhe tërë asambleja e tyre u tha, sikur të kishin vdekur në vendin e Egjiptit. Aq shumë të tmerruar ishin, sa harruan rrugën që kishin bërë dhe peripecitë që kishin hequr derisa kishin ardhur në vendin ata po qëndron. Se Zoti na çon këtë vend që të bjem nga goditja e shpatave. Vargu 3. Gratë dhe fëmijët tanë do të bëhen pre armikut. A nuk do të ishte më mirë për ne të kthehemi në Egjipt? Pranonin që të ishin sklever për gjithmonë, se sa të vdisnin për të patur njerëzit e tyre të lirë, për të luftuar për liri, për jetën. Vargu 8. Në rast se Zoti kënaqet me ne, do të na çojë në këtë vend dhe do të na jap neve një vend ku rrihet qumësh edhe mjalë. Pra, ndërhyri Kalebi dhe Jozeu dhe tha, vetëm mos ngrini krye kundër Zotit, dhe mos keni frikë nga populli i vendit, sepse ai do të jetë ushqimi ynë. Mbrojtja e tyre është larguar nga ata dhe Zoti është me ne. Mos keni frikë nga ata. Ju kujtohet ku Pali thotë tek romakët, në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundra nesh? Atëherë tërë asambleja foli për t'i vrarë me gur. Donin të vrisin me gur Jozueun dhe Kalebin, sepse ata donin që të luftonin për liri dhe nuk donin më të ktheheshin mrapa në skllavëri. Në momentin që këta ngritën krye, pra për të vrarë Jozueun me Kalebin, lavdia e Zotit shfaqet në çadër. Dhe Zoti thot Mojsiut,
deri kur do të më përçmoj ky popull? Dhe deri kur do të refuzojnë të besojnë pas gjithë atyre mrekullive që kanë bërë mes tyre? E njëjta gjë ndodh edhe me ne sot. Në momente të mira, të bukura, ne falenderojmë Zotin ose edhe harrojmë shpeshherë për këtë gjë. Por është Perëndia që na e kujton, edhe Perëndia e kujtoi pikërisht tyre. Mosiu tha Zoti, por do ta dëgjoj unë, vargu 12, që unë do të godas me murtaj dhe do të shkatroj, por do të bëj prej teje një kom të madh dhe më të fuqishëm se ai. Momenti Perëndia tha, unë tha do t'i vras, do t'i shkatroj të gjithë. Vargu 20, që nga vargu 14 deri tek 19, Mojsiu i bën apel, i bën lutje Zotit që t'i kursej njerëzit dhe thot, ti thot do t'i vrasësh, por egjiptasit do të kënaqen. Për çaj nxorre nga Egjipti për t'i vrarë në shkretëtir? Atëherë Zoti tha, unë fal ashtu si kërkove ti, por ashtu siç është e vërtet që unë jetoj, gjithë toka do të jetë plot me lavdinë e Zotit. Dhe tërë këta njerëz që kanë parë lavdinë time dhe mrekullitë që kanë bërë në Egjipt, e në shkretëtir dhe më kanë tunduar 10 herë dhe nuk e kanë dëgjuar zërin tim, me siguri nuk kanë për të parë vendin që u betova t'u jap etërve të tyre. Askush nga ata që më kanë përçmuar nuk ka për ta parë, por shërbëtori tim Kaleb, duke qenë se veproi i shtyr nga një frym tjetër e më kanë ndjekur plotësisht, unë do ta fus në vendin ku ka shkuar dhe pasardhësit e tij do të zotrojnë. Zoti foli ende Mojsiut 26. Deri kur do të duroj këtë asamble të keqe që murmurit kundër meje? U thuaj atyre kështu. Ashtu siç është e vërtet që unë jetoj, Zoti do t'ju bëj që kam dëgjuar për jush. Ku fomat tuaja do të bjen në këtë shkretëtir. Ju të gjithë jeni regjistruar nga mosha 20 vjeç e lartë dhe që keni murmuritur kundër meje. Pra, mosha 20 vjeç aty presupozohet që ishin gati për luftë, njerëz që logjikonin, që bënin zgjedhjet e veta. Vargu 13-30. Nuk do të hyni me siguri në vendin ku betova dhe të banoni me përjashtim të Kalebit, birit e Jefunat dhe Jozuel. Të vegjëlit tuaj përkundrazi, që ju thatë se do të ishin viktima të rëmiqve, do t'i fus, dhe ata do ta njohin vendin që ju keni përçmuar. Për 40 vjet, shikoj çfarë logjike që ndoqën këta njerëz, frikacak, besim pak. Për 40 vjet zgjodhen që të endeshin në përshkretëtir, edhe mos kishin një vend ku të stabilizoheshin dhe të jetonin dhe të rriteshin edhe fëmijët e tyre, të rriteshin e të kishin pra brez pas brezi, vetëm për mos shkuar tek ai vend. Dhe Zoti tha, unë tha e kam plotësuar këtë. Atë vend tha, ai vend tha është vendi i Izraelitëve. Po ju tha nuk do ta shikoni. Për fëmijët tuaj që menduat që ju menduat që nuk do të vdesin, nuk do të shkojnë deri atje, ata do të shkojnë. Çfarë do të thotë kjo për ne sot? Kur neve përballemi pra me gjëra të reja në jetën tonë, çfarë shikojmë ne? Shikojmë mundësi apo shikojmë pengesa? Shikojmë mundësi apo shikojmë gjigant? Kush janë gjigantët në jetën tuaj në këto momente që ju bën të tërhiqeni mbrapsht? Pse mos mendojmë neve që kjo mundësi e re që po na shfaqet, le të themi në horizont, vjen nga Perëndia? Por të mendojmë që është nga dikush tjetër. Se gjithmonë e keni parë këtë që neve bëhem ai zotëria negativ, që gjithmonë liston gjërat negative, pse mos ta bësh pikërisht atë gjë. E keni vënë re kur ti i tregon një projekt dikujt, ai që guxon thot bëj, ai që nuk guxon, që ka frikë, ose ka dhe nga ata që nuk dëshiron që ti të ecësh përpara, fillon edhe të liston gjitha gjërat negative që ti mos ta bësh atë. U ka ndodhur? Pikërisht në ato momente Zoti thot mos u shoqëro me njerëz të tillë, ke besim te Zoti dhe zgjidhe Perëndi. Ne këtë duhet të kuptojmë sot. Perëndia neve na futi
në tokën e premtuar nëpërmjet Jezusit edhe thon të gjithë secilin prej nesh që të vazhdojnë këtë udhtim, mos ta endet në përshkret të tij, por të vazhdojnë udhtimin për tek Perëndia. Edhe për të gjithë ata që nuk janë pjesë e kësaj. Çfarë po shikon ti në jetën tënde? Po shikon mundësi, po shikon një pengesë?